këshu interesin e YouTube-it, e kanalit për shembull, edhe kanë qef mi pas konkret kanal tëne. Unë për shembull nuk e kam si të më pëlqen një kongë për mu s'ka rëndësi në kanal të kujt është, tjerë të këshyrin shumë këtë sen, besoj që ju këmë dhonë shumë, besoj që kur i ftej vinë edhe të une, po në album nuk e këmë pa të arsyeshme, se mu kam lidhë kongët edhe nuk janë kongë për duete, besoj që në tarmën miftu në kanal të une. Kush është një artist që kështë pas qep me pas bashkëpunim? Po këto që i këmë, do me thonë janë ketë bashkëpunime që i këmë bo me shumë qef, me Shkurtën, Shkurt e Gashin, e kemi kongën që ka rezultu shumë e sukseshme. Do me thonë ekstrem shumë, se është problem zhanri jonë me pas atë shumë klikime, suksese, po ka shku shumë mirë, me Të Utën po ashtu shumë mirë, me Goldin gjithmonë këmë pas bashkëpunime, edhe këtë pjesën e potporijave që është tash do me thonë trend, me kretë këmë bashkëpunime shumë mira, me shumicën më shkën mirë. Po duke i përjashtu bashkëpunime, cila është kënga që mendojnë që për ty është më e suksesshme, edhe kënga që nështë atë ty da gajmë një qëtime shumë madhe? Martesa pa dashni. Se u konë, do me thonë konga e parë, atëherë kanë qenë fillimet tona dhe krejt projektet jënë dëgju mirë, po ajo ka pas shumë. Është këngë që ndëgjohet ende sot, edhe është njëra ndër të preferumet për me vujtë. A fënaj këndëm pak live ajo? Po mëre, me shumë qef. Veç refrenin. Martesa pa dashni, se dia ka një emër, si quhet nuk e di, kur nuk dashuron me zemër. Martesa pa dashni, është fati ti zi, është fati ti zi. Po të shka të frimzoj me bo këtë kongë? A dhe sa zemra di këtë ty? Këtë kongë e ka bo Kreshniku, Kreshnik Avdiu, kantautori shoku e jonë, du të me pyta ata që e ka shti me bo. Për ndrysh është një super kongë, edhe sa e rekëndon, më doke që kudo që të një njerëzit të e këndu, gjithmonë e publikojnë edhe bëhet shumë shpesh viral në TikTok, sidomos. Po lidh dhe marët që fola, kjo kongë është që tash e 8 vite, dhe me thonë dëgjohet hala. Besej që tema edhe klipin që e kemi pasën, besej që e ka bo edhe ma me vlerë, se kongë, do me thonë që kanë temë, që e kanë një temë, besej edhe sociale pak, se martesa imponume, martesa vëllashni, besoj nuk është e mirë, sidomos në kohën e sotit ku besoj që si cili njeri e ka lirin me zgjedh vetë ato që dënë, edhe besoj që kjo ka qenë arsyeja kryesore pse kjo kongë ka pas sukses. Se kemi na shumë balada që kanë tekstet mira, po kjo e ka edhe një temë. Edhe besoj që ajo tema e ka bo shumë sukses. Ka qenë një ndër arsyet. Para menon me ta lyp dikush në darë, se me kënu. Ma kanë lyp. Shumë herë ma lypin për se kënaj. E ka lyp nusja dhe ndër? Jo, e lypin shumë musafirët. Okej. Martesa pa dashni, se dia ka një emër, si quhet nuk e di, kur nuk dashuron me zemër.